Dalim kur si thati motikës, më të borit me, bile edhe kur bëhat zhurë me kanë të tash për shkak se biti edhe, si bëhat zhurë tonë vënë edhe nuk mund shëtit fort. Po sot janë zhurë më të rralla, më ndal. Kur ka bësh hije sto hiç, thon në një fjalë si shkora, para momentit, del si u bën mia ose thonë një fjalë 10 minuta, te shosë hajde himran. I goshtë mallë se sot. Ai më kërishë min tani u tutëm se hinë më në. Kurse sot të myt, mashkull, të fut Ellenburg, vërtet për shtytet e për shtëritet e sa dush, vjen edhe me thora beldadin edhe shtetet se ka vërtet se shofër fotografi si çella për shomi në televizor, në basonat e ni. Edhe këtij s'më japim por tash me himi thonë të i ndakë ju kështu që është. Mu po duhet me thonë me ju lutë Zotit e Krishtit, me i do të në gazepet, si janë në Shqipni, edhe të familjes teme më të fortit. Στον Αλβανικό Βορρά, εδώ και 6 αιώνες, το αίμα ξεπλένεται με αίμα. Ο νόμος της Βεντέτας κρατά ομήρους χιλιάδες ανθρώπους. Οικογένειες αλληλοεξοντώνονται για φωνικά που έγιναν ακόμη και πριν από μισό αιώνα. Το πάθος για εκδίκηση σκοτώνει νέους άνδρες, γυναίκες, ακόμη και μικρά παιδιά. Όσοι θέλουν να ζήσουν, ανεβαίνουν στα βουνά, φεύγουν στο εξωτερικό ή αναγκάζονται να μετατρέψουν τα σπίτια τους σε φυλακές. Αυτοπεριορίζονται μέσα σε λίγα τετραγωνικά, μέχρι την ημέρα που ο κύκλος του αίματος θα κλείσει. Πολλοί θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι για μια ολόκληρη ζωή. Jeta ime është këtu brenda kangjëllave këtu. Më quajnë Hishmet Barashima. Jam 17 vjeç dhe jeta ime është këtu brenda. S'mu të dal përpara në rrugë me shokët, s'mu të shkoj në shkollë. Pse? Sepse kam frikë. Si mos të mbrasin, mos të bëjnë një. Dhe Pse vrasin? Sepse baba im ka qelluar një shtëpi dhe ka vrarë një fëmijë pa dashje. Baba im është në burg.
na pikën e shkollium të shfilës mu, opsin ol, dosh në Albani, ol, eksho. Fshati Barre dhe Bleran, që janë rreth 6.000 banorë. Para shumë vitesh, nolli një vrasje këtu në fshatin Bleran, ku të 2 familjet ishin po këtij fshati. Edhe mësuesit kishin shumë të vështirë për me shku në familje për të zhvilluar mësimin. Edhe atëherë u detyrova me shku tek familja që ishte e dëmtuar, të bëj takim me ta për t'ju thënë që ne do shkojmë, të zhvillojmë mësim të këto familje, se fëmijët do të marrin klasën. Ne kemi aktualisht rreth 15 nxënës, të cilët janë të prekur me këto probleme. Vrar atë drejt. Shikoni si drejt lot nga syri e çan po si njeri. Bjenja aty U e gërsua keq. Mori frym, dhe ishte dhe në një qikallë me tomën. Tomoja nuk ishte lumtur. Tomoja u dio vetën të lumtur. Këtu. Nikolaj Nerbepa e 12 vjeç. Shkon në shkollë? Jo, nuk shkoj. Nuk shkon. Po, a kishe pas qef me shku në shkollë? Po, kisha pas qef shumë. Po, pse nuk shkon? Sepse nuk shkoj se nuk kam kushte, nuk jam njëna gjake këto. Po jashtë shumë me shoka, del në fica, luna... Ja, nuk dal. Dal kështu pak, po nuk dal sepse kemi frikë për të dal. Ke frikë nga qa? Nga kush? A din gjami? Dak më ata. Personat që ka su baba me to. Se ba me dalë më vrasin. Si ka në nërë tuja në përgjësi? Vinë shok të lujtu në prapore, lujmë shto futbol. A do dojë që të në ronde kja gjatë që t'jesh i lirë me fjallë? Jo të vinë shok të ti, po qëkosh ti të shok, qëkosh në shkollë? Po, kam qef shumë. Στην Αλβανία υπολογίζεται ότι 800 έως 1500 παιδιά ζουν κλεισμένα στα σπίτια τους με το φόβο της βεντέτας. Ο μικρός Νικολίν πληρώνει για ένα έγκλημα που έγινε πριν από 35 χρόνια, πολύ πριν γεννηθεί. Ο πατέρας του σκότωσε τότε ένα συγχωριανό του. Καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλακή, αλλά το αίμα του νεκρού και οι συγγενείς του δεν σταμάτησαν να ζητούν εκδίκηση. Dhe njerëzit më thonë për atë që të vret, do të vritet. Pavarësisht sepse e ka marrë dënimin edhe shteti dhe më thonë e ka likuidu, më thonë këtë njeri si të pafajshëm. Po, gjithsesi, ky është i ngujum, sepse nuk e lejon kanuni. Στη χαραυγή του 21ου αιώνα, στο λεγόμενο οροπέδιο του θανάτου, επικρατεί ένα εθιμικό δίκαιο που διαμορφώθηκε σε διάφορες εποχές και πέρασε προφορικά από γενιά σε γενιά. Αυτούς τους άγραφους νόμους και κανόνες συγκέντρωσε για πρώτη φορά ο πρίγκιπας Λέγκ Ντουγκαγκίν το 15ο αιώνα
σε ένα κώδικα τιμής που ονομάστηκε Κανούν. Sankciononte normat se si për jetën familjare, për marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet midis prindërve e fëmijëve, midis vëllezërve, motrave, dhe gjitha për martesën, fejesën dhe gjithë çka lidhet me familjen. Rregullonte kanuni gjithashtu marrëdhëniet e tjera që kishin të bënin me pronësinë, marrëdhëniet civile, detyrimet, dhe sankcionohej mbrojtje e pronës private, si gjë e shenjtë e paprekshme. Η βασική αρχή του Κανούν είναι η υπεράσπιση της τιμής και της αξιοπρέπειας. Στη συνέχεια έρχεται η ισότητα των ανθρώπων και το δικαίωμα κάθε άνδρα να φέρεται σύμφωνα με τη δική του τιμή, χωρίς να είναι υποχείριο κανενός. Ishte një parim themelor moral dhe juridik, sepse po ta fije për një fjerje, vriste tjetrin. Deri këtu arrinte sa ruhej personaliteti i njeriut, deri dhe digniteti i tij. Gjithashtu, parim themelor moral dhe juridik ishte besa, dhe kush prekte, kush prishte besën, edhe ai konsiderohej, arrinte puna deri në vrasje të tij. Pas vrasjes tani vjen gjakmarrja. Personi i viktimës, familje e viktimës, kërkon të marrë gjakun. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se mungon shteti. S'ka autoritet shtetëror që ta marrë atë ta dënoj penalisht. Atëherë duhet vërë në vend drejtësinë vetë, të bëj gjakmarrjen vetë. Me kalimin e kohës, jo vetëm kishte lënë mbresa kjo mënyrë e zgjidhjes së këtyre problemeve, por edhe njerëzve me kalimin e kohës ju duk më i drejtë shpesh kjo mënyra se si zgjidhej në atë kohë me kanun problemet, se sa në mënyrën e shtetit. Shkura kam gjetë në lumë gjak, mura me kap, më tha mu ikë, tha se për të vrasin autobi, këtë fjallë ka fotë, se gjanë në kejtë. Ikë, tha se të vrarën në talë të ty. Unë jam kënë e ramë e vajzë 4, 2 muaj shë e gjysë, në për 3. Qumë bukur e dibra. Jam nane 4 varzave, para 8 vjetëve, me stonon për ju. Më kanë vrarë të më shëqë, nga të rejsë, e kanë vrarë të dera shpisë. Iku, këthe kryt një kra, ose mërë me të qavesh, në lakë. Më thamë, mirë ati ku i metë ndërë, atë e di me thamë. Ashtë, unë kam kënë shumë e furë. Μετά τη δολοφονία του συζύγου της πριν από 7 χρόνια, η Πουκύρια Εντύπρα μεγαλώνει μόνη της 4 κόρες. Στην οικογένεια δεν υπάρχει άνδρας για να πάρει πίσω το αίμα που χύθηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το βαρύ φορτίο της εκδίκησης πέφτει στις γυναίκες. Një pushë e bukur. Gjithë kush edhe me pani, në njerëz pani, është vërtet pushë e bukur. Se në gjenjen tonë i fjallë që vajza njona për njonës, për shembull, se këtën me qitë pushë, del pushë e bukur. Mashkull s'kalon mërën, e më sheqë. Pra, profesion, të tonë, fisin e saj e profesion.
Se ka morë gjakun e babës vet. Aja është pushke bukur, në thonë drejten. Se thot ka morë gjakun e babës, dhe si gjama tepër, ka vra dorasin. Aja është, ai që të vret, vraje. Η αλβανική βεντέτα διαφέρει από τον αντίστοιχο άγραφο νόμο της εκδίκησης που επικρατεί στην Κρήτη, την Κορσική και την Σικελία. Εδώ, γυναίκες και παιδιά δεν εξαιρούνται από τον κύκλο του αίματος. Το κανούν λέει ότι αυτός που χρωστάει αίμα, γιατί κάποιος από την οικογένειά του σκότωσε και έχει ξεσπάσει βεντέτα, είναι ασφαλής μόνο στο σπίτι του. Όσοι γυρεύουν εκδίκηση δεν επιτρέπεται να τον σκοτώσουν εκεί. Më burgos në shtëpinë time. Jam i burgosur brenda, s'dal, vish këtu, para, këtu drejt, s'dal jashtë shumë, sepse kam frikë. Jam me maman time, 2 motra dhe vllajin. Jetojmë këtu, këtë shtëpi, si që shkojnë dhe vetë, s'kemi as një të ardhmë, as punë, as gjë, kush nuk në ndihmoj, as nga ka ndihmu, as do të them se do të ndihmoj kush. Po një këtu brenda do vdesin gjithë për të ngrënë. Kështu se si jetohet kështu si që jemi ne. Që të blejmë, s'na keni kush, bishë do të shkoj të punoj vetë. Dhe kështu është, jam 17 vjeç dhe mendoj se jeta ime ka marrë fund tani. S'mund bëj as, nuk mund kem as të ardhme. Dhe kam frikë se them çdo ditë që sot, nesër, kur që të zgjohem, do të ndodhë një gjë e keqe, do më vrasin. Ha sot që mos më vrasin sot, ha që do më vrasin nesër. Që atë kam. Ajo është frika e gjitha, se po të jemi lirë do ik. Do punoj, do e siguroj familjen time. Στη δινή θέση του Χικμέτ και της οικογένειάς του βρίσκονται άλλες 2.500 οικογένειες στη βόρεια και κεντρική Αλβανία, οι οποίες αριθμούν περισσότερα από 20.000 μέλη. Κάποιοι τολμηροί γείτονες ή φίλοι φροντίζουν να τους εξασφαλίσουν τα απαραίτητα τρόφιμα και φάρμακα, με κίνδυνο να θεωρηθούν συνένοχοι στο φωνικό που τροφοδοτεί με μίσος τη βεντέτα. Τα χρόνια του Χότζα το απολυταρχικό καθεστώς είχε πετύχει με τη σκληρότητά του να περιορίσει το πρόβλημα. Με τον ερχομό της δημοκρατίας όμως, αρχές της δεκαετίας του 90, το κανούν και οι άγραφοι νόμοι της εκδίκησης επέστρεψαν στις τοπικές κοινωνίες, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο αίματος. Pas viteve 91 që filloi kthesa në periudhën e tranzicionit, sidomos në 97-ën u kryen vrasje për gjakmarrje që ishin kryer vrasjet para 50 vjetësh. Kjo natyrisht ishte një dobësi e shtetit dhe kryesisht e shtetit, pse policia nuk vepronte më, prokuroria gjithashtu u paralizua, u hapën depot e armatimit, u armatos në mas populli, kështu që kontrolli i shtetit dhe forca e shtetit nuk ishte më ajo që duhet ishte. Kjo krijoi natyrisht anarkinë, krijoi kaosin dhe filluan, siç thash, u bën vrasje për gjakmarrje. Πριν από το 2000, οι εκτελέσεις που αποδίδονταν σε βεντέτα έφταναν ακόμη και τις 1250 το χρόνο. Οι άνδρες που έχουν χάσει τη ζωή τους για τον ίδιο λόγο υπολογίζονται από 6 έως 10.000. Πολλές περιπτώσεις δεν αναφέρονται καν στις αρχές. Η οικογένεια του θύματος θέλει να έχει ελευθερία κινήσεων για να πάρει με το δικό της τρόπο την εκδίκησή της. Όποιος δεν εκδικείται, ζει στην ντροπή. Από την κοινωνία είναι απορριπταίος. Στη γειτονιά δεν του σερβίρουν καφέ. Στο δρόμο όσοι τον συναντούν
αποφεύγουν ακόμα και να τον χαιρετήσουν. Ο Ντόν Πιέτερ Ζέφι είναι ένας από αυτούς. Ζει με τα παιδιά και τη μητέρα του κλεισμένος σε ένα σπίτι στο χωριό Κύρ, στο βουνό του Ντουγκαγκίν. Ο αδερφός του δολοφονήθηκε. Para 12 me lete që shojmë të 97. Rrethosh 6-20 të kthye prej shtëpit aty ku ka punu te prenari, se prenari tash duhet me thonë. Thuaj Artena, i kanë dalë me automatik, i kanë qelluar. Edhe ka dekën vend. Prit na kur për ne shon fjalë kur sot ne se mas dhe sot asë një ris. S'e kur har fjalë. Sysh a ditë demse, unë jam i gujum. Po po jo. Unë thash u duhet të tërgjosh më po fjalë po fjalë se po jon kët burr. Më thon se ta kom vara, u me kushte se kom sot u sem të rrezik me marzek. Po më mlan me hesapet e me hallet e mia, unë sot e sin vet sak merrem të kush. Jeta është shumë e vështirë. Gjithkohën me fjalë me garkesë, me lakt, si thonë me fjalë. Jetojmë me 500 metrë, 700 metrë me madhe familje me fjalë në pult, si ku kanë vetë një kohë kuadër. Me madhe familje ka 700 metrë tokë, kategorisë 3. Si thonë, na ku min nuk millet vetëm thekën. Mi 800 metrë, mi nivel dete se peshe me fjalë se data i 20 sa marrë. Nuk kaluat me makina te klubi ka poshtë. Marrë për i shkollë. Jetojnë me minimalen, si me thonë, me 5.000 lekë asistencë, 5.000 lekë, 6.000 lekë asistencë. Është më shumë ai vogli, a lëvizë shkon në shkollë, sa bën. Këto e çojmë me shoqënues me lishon e ama, sa me marr me shuram në vet. Se 2 ditë njëu ti kanë pushim. 3 ditë o 2 ditë, se mëse mund të mirë shkon këtu. Po. Shkon kjo çon të shkolla pitu shtëpi. Jetojmë me frikë. Po sot më ndalë më gjakë, po unë kom si po që t'i japim shteti, me dërgu shteti. Me dhënë minimum, maksimumin që t'i të kujnë. Unë dorën të në nëjës, në personin gjakë, shteti t'a dënojnë. Se unë me falë shteti me në t'lirë. Se thashu si nuk, unë nesë me nda gjakë, se unë nuk kom kur farë të takate, me shumë të madhe. Edhe se në zizë me ditë me nejë, si që kam pa nejë burat, para 50 dyrë, që e thëmë të apozote. Vetëm me mlanë, të është më rapa, mësë më ranë në sa. Me këshirë punë të e mija. Që për ata i ka pa bu kanunë, ka pa bu balancime. Edhe po ta analizojmë kanunin, nuk është ai kanuni që detyron të vras. Kanuni thot mos të vrasesh, se po vrave do vritesh. Marrë në demokracisë, duke qenë një përvojë re të këtë komunitet, shumë gjana u keq kuptuan ose u keq interpretuan. Një ndër këto ishte edhe kjo mbështetje ose bërja shumë veprimeve ose marrja shumë iniciativa në emër këtij kanuni, pa e kuptuar dhe pa e ditur se ç'është ky kanun. Edhe kjo erdhe u keq interpretuar më vonë.
Domethënë, nuk mund të referohemi kanunit ta marrim si diçka ugurzez, që kanuni është ky që po na i bën e po na i sill të vrasje. Ίσως η πιο τραγική παρερμηνία στον άγραφο νόμο της αλβανικής βεντέτας να είναι η στοχοποίηση παιδιών και γυναικών. Σήμερα, οι ειδήσεις για δολοφονίες με θύματα τα προστατευόμενα μέλη μιας οικογένειας γιγαντώνουν το φόβο που στοιχιώνει τις ζωές των ανθρώπων. Ο Νικολίν παίζει και μαθαίνει γράμματα κλεισμένος στο σπίτι, με τη μητέρα και τα 3 αδέρφια του. Ο πατέρας του κρύβεται στο βουνό και σπάνια τους επισκέπτεται. Φοβάται τα ξαδέρφια του ανθρώπου που σκότωσε πριν από 35 χρόνια. Μένουν λίγα μέτρα από το σπίτι του. Po djali vetë në fjalla, a vjen atë kërkon, kam qef me dalë, ka pas rase që djali vetë, ka kërku du me dalë, s'mu me ma kështu, reagime. Shpesh bëll, s'mu në qaj se i kam, janë gjaksit një atë, bashkë të shkolla reku, i një kënësët, një atë më bashkë. Qa thot, qa kërkon? Pa i ka qef me dalë edhe kësi tjertë, se i ka shok të vetë me dalë në poshtë, anë janë poshtë, më vajan, janë i kena afer. A ne poshtë më në qaj, i tutën farë. A ka mëndu në hirë baba e tyne me dalë për hirë tyne? Qatë bat me dalë për hirë tyne? A i ka mëndu, po janë mushtë, ku janë kënë, nëllë që kanë kënë atje me shpi duka gjinë. Ata kushoj të tanë ti, mëndu të ka hirë dhe delte. Po tash, janë njatë, si delë. A ka mëndu me dalë, mu vetë fliju, rëndësi ka me kanë djali mirë. Po, atë po, i mënohet, po. Janë atë a gjojnë fresht një atë. A ka thonë në herë që do dalë, letë më vrasin mua? Po, mërë shpesh herë, ka thonë. Po, si s'ka thonë. Aj, të mërmenja sa i djali s'ka se jepë para vedit. Si jepë i djali para vedit. Erdhe dhe burri. Erdhe burri. Po shike këtu me fjallë, puna jam me fjallë se nuk e di ata ka spiku leka, jo me fjallë në... Unë kam bo edhe burg me fjallë me shtetit, kam bo burg, kam bo 17 vjetë burg kam bo me fjallë, kam ka liru, kam dojallë me falje me fjallë. Jam munu mu marrë me ata njerëzit, po fatkesisht ja kanë vrarë edhe vlla me fjallë, ja kanë vrarë edhe vlla e ti. Nuk ka met kush për aty në vetëm janë dhe njerëz shumë me fjallë gjak i largë. Ata jena munu diqa mu marrë vesht, nuk kena mujtë, no? Shteti, po shteti me fjallë, si shteti me fjallë nuk... Po shtetin jam i falën unë me fjallë, me ona... Ona përvate me fjallë, ona përvate nuk... Se kanuni ka të bajnë shumë në të punë me fjallë, nuk... Me shtet nuk... Familjet nuk merën vesh për shtet. Shtetit i kam ba burgu në, po që së në tjetër. Sa herë... Me leja Sa herë... Se e kam me leje, me fjallë, është me leje shteri, është... Që e të shkje, i ke qemë. Unë me fjallë, me diftu drejten, jam marrë me kështu me fjallë, jam marrë sa jam marrë ma të punë me fjallë edhe nuk kam arrit me kulturë gjohë dhe kam dalë me fjallë, se fëmija dërë me hongër. Jo se punej në gjohë me fjallë, se nuk punej, se kam i kështu me kemp jetoj, me kemp invaliditetit me fjallë, 110.000 lek një ashtu. Me në të jetoj, dytërimisht do të delë, se shminë s'më dila me dekë. Po më vronë, po s'më vronë. Do është të vetë aja putë, sa për bo, s'ke sa për mos? Po friga është normale me fjallë sa është se me kur nuk jena morë vesht, as nuk kena pi kafet e pajtimit, ose me njerëz si i kam që nuk ka përnu mu pajtu. Normale sa është friga e hakmarrjes. Για τον Κόλτρε Πεπάη, τον πατέρα του Νικολίν, υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να κλείσει ο κύκλος του αίματος.
Η διαδικασία της συμφιλίωσης δύο οικογενειών που βρίσκονται σε βεντέτα αναφέρεται λεπτομερώς στο κανούν. Pajtimi bëhej në këtë mënyrë. Ndërhynin të afërmit e vrasësit, te familja e viktimës. Këtu mund të ishin kushërit, mund të ishin dajat, nga të afërmit, nga farefisi i vrasësit, ndërhynin te familja e viktimës dhe kërkonin që të fale gjaku, të bëhej pajtimi dhe të bëhej dhe shpërblimi. Në qoftë se familja e viktimës jepte pëlqimin, ishte dakord që të falte gjakun, mos merrte hak me kështu, atëherë arrinin në marrëveshje. Dhe kanuni përcaktonte dhe çmimin e gjakut. Për shembull, ishte çmuar 600 euro, po flas me gjuhën e sot, ishte 600 grosh atëherë. Kupton, për gjakun e burrit. Për gjakun e gruas, nëse vritej, ishte gjysma. Εκτός από τους συγγενείς και μερικές φορές τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, το δύσκολο έργο της συμφιλίωσης αναλαμβάνουν σήμερα ειδικοί σύλλογοι και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Αλβανία. Ο Γκίν Μάρκου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Συμφιλίωσης στα Τύρανα. Shteti e ka shumë të vështirë dhe krejtësisht pamundur të merret me çështjen e pajtimit, sepse është një proces kulture, tradite, ndërsa e keqja në këtë mes është se shteti ka hequr dorë dhe ndaj ligjit dhe vetë shteti shqiptar ka ligje të tilla që më shumë kanë krijuar hapësira për konflikt se sa të mbyllin konfliktin, ashtu siç ishte dikur kanuni që nuk linte asgjë në hije dhe gjithçka e vendoste në mënyrë perfekte që të mos e shkilte dot asnjëri, asnjë njeri, asnjë qytetar. Fatkeqësisht ligjet në Shqipëri janë sajuar nga grupe lobe brenda partive politike dhe grupe që i përkasin më shumë interesave të mafjes dhe të krimit organizuar se sa ligjeve që i shkojnë për interes të qytetarëve. Η απουσία του κράτους στη διαδικασία της συμφιλίωσης όχι μόνο ενισχύει τους διαμεσολαβητές στα μάτια της τοπικής κοινωνίας, αλλά επιβεβαιώνει και την πίστη των ανθρώπων στο κανούν. Η συγχώρεση της οικογένειας του Φωνιά είναι σύμφωνα με το κανούν μια πράξη ανωτερότητας. Padërgjëç fishta një personalitet i madh i kulturës shqiptare ka lënë një citat shumë të bukur. Kush vret shoqin, ka vra vedin. Kush fal gjakun, ka qit mi mretin. Pra, me qit mi mretin është një trimni e madhe, një merit. Pra, ai që e fal gjakun krahasohet me këtë njeri që ka kaq vlera. Πολλοί ωστόσο δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ανδρειακή ανωτερότητα στη συγχώρεση. Το πάθος για εκδίκηση και η αποκατάσταση της τιμής του νεκρού γίνεται αιμονή και σκοπός της ζωής τους. Κάποιοι δεν πρόκειται να ησυχάσουν ποτέ αν δεν πάρουν το αίμα τους πίσω. Η Μπουκύρη Εντύπρα μεγαλώνει με δυσκολία τις 4 κόρες της, αλλά δεν ξεχνά ότι έχει ιερό χρέος κάποιος από την οικογένεια να βρει και να εκδικηθεί τους δολοφόνους του άντρα της. Do të isha shumë, edhe ti si gazetar do të rriqe atë vlerën e këtij fëmijë që i mori gjakun e babës vet, që i la 5 femra mbrapa. Kjo do të ishte gjë më e shpejtë për mua. Edhe për ta më thot me se s'kam ku i thrasim, as bab, as vlla. Kjo është. Ju shqetëson fakti që mund të rritem me urrëti më na vetë. Fat njeri. Normal që është janë rritë në urrëtjet shumë, jo shumë, për shumë. Cila është ëndra që ju keni bërë për fëmijët e tuaj? Në këtë gjendje kaq është e vështirë. Me më rritë harit, kjo është ëndra jam. Është më rritë harit. Të du, që mos me marrë kusht në përkam,
Mos më thonë e tjetri që, për shembull, varzat, është jo ti ka vdek, ose varzat e filonës, që si arrite. Kjo është dërsia e me mamave që do t'isha. Do t'ishe njallë, ai që mu më ka është me këtë që fëmija mi të pritë. Mendoj çdo ditë që them që një ditë në nesërmen them që du të jemi lirë. Mendoj që të jemi lirë si gjithë. Them që baba im është në bukë, ai është dënuar me bukë 100 vjetë, kur përjetshëm, s'tem 100 vjetë. Dhe ai po e paguan të gjithë, pse të paguajmë dhe ne fëmijët? Ne duhet bëjmë një jetë si jetë që gjithë tjerë. Ai është tani duhet të jemi lirë dhe unë, si gjithë shokë, dhe familje ime të jetë lirë, mos të ketë frikë. Vëllezërit dhe motrën time kur i çoj shkollë me frikë. Se ha mos ndodh ndonjë gjë. Nuk që e shpaja jonë, nuk që autori i kësaj matrese shpaja jonë, e kupta. Të shi problemi është nolli. Gaser, a janë do të dënohet për gaser, për ne nga shka. Më për të pa që që do nolli. Problemi është që si ta nërejshim këtë punë. Unë i kam thonë ati, unë nuk kam marrë thu me datë gjyqin më fjallë si është, si nolli, si s'nolli. A që nolli normalisht unë e kam thonë lafin dhenjën dhe ti në dim, për shemë, po, të shti ti folimi ma betë tamën me burni, në pas rrugë për mirë shqyqyre zot, pas karti, e nuk një në rëzine, as shpajnë atina me dëmtumin, si të marrohet ti bëhet fjalla sa di kaloshit për keq. Rrugë për mirë ka. Ata pas dhe, në pas rrugë për mirë si. Por ai problemin e ka gjithmonë te ai që është mrena. Nuk e ka problemin fjalë te njerëz të afërt të familjes. Aja dihet ajo punë. Këto fjalë. Aja dihet ajo punë. Problemin atje ka pasaj. Se ne i kena kërkuar një letër aty për se na kërkoi në Shqipëria. Merr letër si s'kam qenë me filan Tistekun, edhe dënimi nuk është burg për jetëm atje. Ai nuk na dha ato. As marrëveshje, jo. Σε αυτή τη συνάντηση, ο διαμεσολαβητής συζητά με τους άνδρες της οικογένειας του Χικμέτ για να βρεθεί ένας τρόπος να δώσουν ένα τέλος στη βεντέτα. Ο πατέρας του νεαρού, που πριν 3 χρόνια σκότωσε ένα παιδί, βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Η αντίπαλη οικογένεια όμως δεν έχει πάρει την εκδίκησή της. Αυτές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ανδρών μπορεί να κρατήσουν χρόνια, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Στο σπίτι του Νικολίν, οι δικοί του προσπαθούν μάταια εδώ και πολύ καιρό για να συμφιλιωθούν με την οικογένεια που ζητά εκδίκηση. Το ίδιο και ο δάσκαλος του παιδιού, Lek Pietri. Ne si edukator kena bërë anën psikologjike të këtyre fëmijëve dhe prind janë, do të thënë, të porositur që çdo bisedë të mos e bëjnë në prezencën e fëmijëve. Kështu që fëmijët, do të thënë, mundohem që krahas mësimit të rrinë sa më të qetë, të mos të njohin të gjitha anët negative të procesit, po gjithmonë, më thënë, ato të njohin, më thënë, anët më pozitive të jetës, edhe me një dëshirë, një të ardhme ashtu si stavë nxënësi që të kenë ato një ditë të lirë, të dalin nga kafazi, jetojnë si gjithë shokët e tjerë. Qa do i thoshe, në qoftë se do kishe për shembull përpara ata që
ka nga tru baba dikur me ta, që do I thoshe? Me na falë. Me na falë sepse për me dalë, për me lëviz kështu. Το 1995 εκδόθηκε ο νέος ποινικός κώδικας της Αλβανίας. Δεν αναφέρει το παραμικρό για το κανούν. Δεν αναγνωρίζει τα εγκλήματα τιμής και δεν ενσωματώνει καμία αρχή του εθνικού δικαίου. Το 2001 συμπληρώθηκε με νέες ειδικές διατάξεις για τη βεντέτα με πολύ αυστηρές ποινές. Η απειλή της εκδίκησης όμως, που οδηγεί στον εγκλισμό χιλιάδων ανθρώπων στα σπίτια τους, παραμένει ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία, γιατί σχεδόν κανείς δεν τολμά να το καταγγείλει. Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, το 2007 δεν υπήρξε καμία ανθρωποκτονία που να αποδίδεται σε βεντέτα. Στις αρχές του 2008 όμως σημειώθηκαν 2 δολοφονίες. 6 αιώνες μετά, το κανούν χρησιμοποιείται ως πρόφαση για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην αλβανική μαφία και τον υπόκοσμο. Para qko sa ekziston ky sistem jashtë shtetëror, kanuni ka qenë I pranueshëm dhe bile I pranueshëm mirë atë sa ka lënë mbresa deri në ditën e sotme. Por sot kur ne kërkojmë të hyjmë në Bashkimin Evropian, kur ne kërkojmë të hyjmë në NATO, kërkojmë të bëhemi pjesë e Europës demokratike, nuk mund të ecim ma me ato kode të cilat kanë kënë për një kohë të kalume të një mungesë shtetit. Duke parë që në jetët e përditshme po ndodhin shumë ngjarje për gjakmarrjen, u bazova dhe e pikturova, duke u frymëzuar nga jeta që kalonin ata që ishin në gjakmarrje, sepse ndoshta unë që jetoj e lirë dhe shkoj në shkollë, arsimohem me tjerë, ai mund të jetoj në shtëpi I mbyllur. Dhe kaq, nuk mund të arsimohet ai. Jeton me frikën se ndonjëherë mund ta vrasin. Nuk e kam përjetuar për shembull në fisin tim, por parë për shembull nga shokët që ja kanë përjetuar ata, si për shembull në klasën tonë, Arturi për shembull që ja vran të vëllan. Ndjen dhimbje për të tjerët që jetojnë në gjakmarrje dhe mendoj se nuk do të ekzistojë kanuni. Do të mbizotëroj vetëm paqja në mbar botën dhe është një fenomen shumë I keq për gjakmarrja pra. Unë qom Antonella Lia dhe jam 14 vjeçare. Në shkollën nëntëvjeçare Bardhaj.